Dje në periudhën prej ora 11 deri në orën 16, zyrtar policor të SPB Tetov, në bashkëpunim me punëtorët social nga Qendra për Punë Sociale Tetov, vepruan sipas planit për marrjen e masave dhe aktiviteteve për pengimin e lypjes. Me këtë rast, në orën 12:20 në rreth rrotullimin e rrugës Iliria dhe rrugës Ilinden në Tetov, është gjetur duke lypur NF, 42 vjeçar nga Tetova. Ndërsa në orën 12:50 në rrugën e Ilindenit në Tetov është gjetur duke lypur MD, 19 vjeçar, nga Koçani, e cila ishte me 2 fëmijët e saj të mitur të moshës 4 dhe 1 vjeç. Pas dokumentimit të rastit, ata janë marrë nga Qendra për Punë Sociale për procedurë të mëteme. Dje në orën 12 në rrugën Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin MJ, 18 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprakse më 8 nëntor 2025 kishte sulmuar fizikisht personin BT, 24 vjeçar nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të bëjë një parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 19:50 në rrugën 121 në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin HZ, 21 vjeçar nga Tetova dhe SF, 21 vjeçar nga fshati Rakovec, komuna e Bukovinës. Pasi tek ata u gjet dhe u konfiskua marijuan. Pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate në rrugën Mara Ugrinova në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria personat AK, 39 vjeçar, GB, 33 vjeçar dhe SH, 28 vjeçar, të tre nga Shkupi. Pasi tek ata u gjetën dhe konfiskuan kokainë dhe një sendin pret. Pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 21:30 në fshatin Kamjan, zyrtar policor të departamentit të policisë Kamjan kanë privuar nga liria personin DD, 27 vjeçar nga fshati Negotin, pasi tek ai është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Dje në orën 13:25 në fshatin Zhelin, zyrtar policor të departamentit policor Grupçin kanë arrestuar personin BN, 24 vjeçar nga fshati Zhelin, i cili ishte i kërkuar me urdhër gjykate për vuajtje të dënimit me burg prej një viti për veprën penale sipas nenit 188 paragrafi 5 në lidhje me paragrafin 2 dhe paragrafin 1 të kodit penal. Personi është dërguar në institucion të shkues korektues Burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Mbrëm në periudhën nga ora 20 deri në orën 22, zyrtar policor të stacionit policor Gostivar, në bashkëpunim me sektorin për krim ndërkufitar, migracion të huaj dhe ripranim Gostivar, kanë kryer kontroll aksion. Në këtë rast në një objekt hotelerik në rrugën e Ilindenit, pronë personit IE, 52 vjeçar nga Gostivari, u gjetën dhe u ndaluan MS, 31 vjeçar nga Shqipëria, për shkak të abuzimit me qëndrimin turistik dhe EM, 37 vjeçar gjithashtu nga Shqipëria, për shkak të qëndrimit të pa deklaruar. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 15:30 në stacionin policor Gostivar kanë arrestuar personin JS, 25 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, 23 vjeçare, dhe i kishte kanosur asaj me një send të mprehtë dhe me sende të mprehta i kishte kanosur vllaun e saj. Tek ai u gjetën 2 sende të mprehta, pas të cilës ai është ndaluar në stacionin policor. Pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Dje në orën 19 në Gostivar, zyrtar policor të stacionit policor Gostivar kanë arrestuar personin LM, 25 vjeçar nga Gostivari, sepse kishte prishur rendin dhe qetësinë publike në një objekt hotelerik dhe ishte sjell në mënyrë agresive ndaj mysafirëve. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse.